Te ato simptomat e para që i përmene doktor Valbon, ende pa ndonjë ndryshimet në lëkurë, a është një fazë ku intervenimi është më i lehtë dhe mund të parandalohet përkeqësimi? Realisht, kur të fillojnë simptomet, ato që mujna me bashkë që duhet të izolohet fëmijo dhe të mos kenë kontakt me tjerë në mënyrë që të parandalohet për hapjat e fëmijët e tjerë. Në këtë fazë, po tjetë nevoja, sepse në disa raste me gjithat fruthi mund të kalojnë forma më të lehta, jo të gjithë ata që infektohen dhe smurën ka nevojë për trajtim spitalor, por duhet të japen terapi simptomatike, të ulet temperatura, me qenë se ndryshimet, një ditë ose dy para se të dalin ndryshimet në lëkurë, paraqiten ndryshimet në mukozën e gojes, në mjekësi njihen sinjolat e koplikut dhe janë shumë karakteristike brenda, mbi disa dhëmë të sipërm, mbi molaret të sipërm, dhe ajo zgjatë vetëm 1 ose 2 ditë, zakonisht shumë rrallë ne e shohim atë, sepse fëmijët vinë pasi vetë kënë dalë fusrat dhe ajo tërhiqet. Po shenjë shumë karakteristike për fruthin dhe këto ndoshta mjekët familjar ku kërkon mas pari fëmijo trajtim mund ta hasin, sepse kjo del 1 deri në 2 ditë para se të shfaqen ekzamtimat në për lëkurë. Pra nëse veç kanë fillu simptomet e smundjes, më vaksina nuk bën punë dhe nuk mbron, por do të japin terapi simptomatike për shkak të pengohet dehidrimi i fëmijëve, sepse këta pastaj nuk hajnë, nuk pinë, refuzojnë ushqimin, simptomet mund të marrin karakter dhe zhvillime të rënda, fëmijët mund të jenë më të përgjumur, ndonjëherë edhe diarea ose barqësitja është një simptome shpesh shoqëruese të fruthi, vjedhja është shumë më rrallë përveç nëse preken edhe sistemet e tjera.